Përshëndetje miqtë e mi. Varësia ndaj metamfetaminës është e shfrenuar në shumë vende të botës, sepse droga është e lehtë për të përgatitur, e thjeshtë, por jo e sigurt. Gazrat janë kaq vdekjeprurës sa autoritetet përdorin kostume të veçanta kur shkojnë në shtëpitë e kriminalëve për të pastruar vendin. Personazhi i historisë sonë të sotme thuajse humbi jetën e tij, duke përgatitur metamfetamin kur gazi mori flak. Kjo ngjarje ndezi një zjarr që djeg ende, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Më ndihmoni! Dikush të më ndihmoj! Duhet të shtrihem për tokë, pasi kjo do ta shuaj zjarrin. Rodney, ke marrë flak. Emi, vrapo në shtëpi dhe merr një batanie. Duhet ta çojmë Rodney në spital. Po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 368, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Duro dhe pak, Rodney. Ke marrë plak të rënda prej flakëve, për mjekët do të të kurojnë. Thuaj se mbërritëm në spital. Zot, më vjen keqja e më larguar prej teje. Unë mund të humbas syt, veshët dhe çdo gjë tjetër. Por gjithçka tjetër që më ka mbetur, dua ta vë në shërbimin tënd. Të lutem, më fal. Javën e kaluar dëgjuam se si në moshën 9 vjeçare, personazhi historison I ktheu shpinën perëndis dhe zgjodhi të ndiqte botën. Kjo është historia e ndryshimit të tij, përfundimi I dëshmisë së vërtetë të Rodney Williams, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Një fqinj më çoi në spital ku më futën në dhomën e urgjencës. Flakët më kishin ndjegur këmishën bashkë me një pjesë të qafës dhe krahut. Me njërin sy mund të shikoja tronditje në fytyrat e stafit të spitalit. Dhimbja ishte torturuese. Lëkura vari 38 cm poshtë thonjve të duarve. Ata më injektuan morfin dhe me ambulancë më çuan në qendrën spitalore në Mobile, ku trajtoheshin personat e djegur. Atje mjekët më kuruan. Fytyra ime ishte e nxirr dhe e fryr. Gishtet dukeshin si qofte zgare. Doktori preu lëkurën e njërit gisht me gërshër. Doktor, përshëndetje. Unë jam motra e tij. A mund të qëndroj pak me të? Sigurisht. Ne po presim pjesët e djegura të lëkurës që të kulloj lëngu I mbledhur prej djegjes. Rodney, më vjen keq që kjo po të ndodh ty vlla. Ke për të parë po nuk u shërove. Kam shumë dhimbje. Jemi të shqetësuar për plagët në syrin dhe veshin e djathtë. Janë në djegje të gradës së 2 dhe të 3. Duhet të marrim copza lëkure në kofshën e tij për të ndrequr dëmin e shkaktuar në qafë edhe në krah. Doktor, ju falenderoj që po I ndihmoni. Me sa duket, yt vlla ka luajtur me zjarin. Po, atë kam bërë. Si ndodhi kjo? Më mirë mos pyesni. Rodney, të gjithë po lutem për ty. Kemi besim se Zoti do të ndihmoj. Edhe unë po lutem. Për shkak të drogës djalli më ndau nga familja. Por gjatë kësaj krize Perëndia e solli atë pranë meje. Çdo ditë për një javë rresht merja trajtim për plagët, duke e duruar dhimbjen me lutje dhe duke e ditur se meritoja më shumë se aq. Pas një jave prita në urgjencë që të bëjë ndërhyrja për të hequr lëkurën nga kofsha, në mënyrë që të zëvendësojë lëkura e djegur. Pranë meje ishte një djalë I vogël, I paralizuar për shkak të një aksidenti me makinë. Ai dëgjonte kur nëna dhe kunata ime luteshin. Kur ato u larguan, ai më kërkoi t'i lutesha Perëndis tim për të.
ai mund të bëhet edhe Zoti yt. Nuk duhet të kesh frikë. Ai të do dhe do t'jetë me ty pavarësisht se çfarë ndodh. Eja lutemi bashkë, mirë? Perëndi i dashur, të lutem mbroje këtë djalosh që ti e do. Ndihmoj doktorët që të mund ta shërojnë. Zot, ndihmoj atë të kuptoj që ti nuk do ta braktisësh kurrë, sepse e do shumë. Kur unë isha në moshën e tij isha larguar nga Perëndia, sepse nuk mund të isha mjaft i mirë. I lodhur duke kërkuar të falur isha lutur duke thënë: Perëndi, jam lodhur duke të kthyer shpinën. Nuk jam i fort mjaftueshëm sa të bëj vullnetin tënd. Kur të rritem dhe të bëhem më i fort do të kthehem sërish tek ti. Tani isha kthyer, jo sepse isha bërë i fort, por sepse kisha kuptuar se sa i dobët isha dhe që askush tjetër përveç Perëndis nuk mund të më ndihmonte. Ç'kemi Rodni? Ç'kemi, motër? Faleminderit që ke ardhur të më takosh. E pas ke lënë në shtëpi shoqen tënde këtë herë? Po, nuk u ndje shumë mirë herën e shkuar. E di. Vetëm një sy i hodhi plagëve të mia dhe humbi ndjenjat. Tani e kuptoj pse nuk i lejojnë vizitorët në sallat e traumës. Po tani, ke shumë dhimbje? Të them të drejtën, dhimbja fizike është më e durueshme se ajo psikologjike. Ndjesh keq për atë që ndodhi apo jo? Më vjen turp kur kujtoj se sa i marr kam qenë. Kam qëndruar këtu duke menduar se sa i mirë ka qenë bashkëshorti yt, dhe se çfarë bashkëshorti i padobishëm kam qenë unë. Rodni, Perëndia nuk dëshiron që të jetojmë në të shkuarën. E di, por ai dëshiron që të shkruaj një libër dhe t'i paralajmëroj të tjerët për rreziqet e metamfetaminës. Të kuptoj. Ka ardhur dhe dikush që po pret të takoj. Është pastor Billy. E njoh. Është personi që drejton qendrën e krishterë të rehabilitimit ku unë kam shkuar dhe prej nga ika. Ky ishte një tjetër vendim i idiot që kam marrë. Me sa duket e ke marrë mësimin. Dëgjoj, unë do të kthehem më vonë. Faleminderit që erdhe. Dhe faleminderit që e lutur. Përshëndetje, Rodni. Dëgjova për aksidentin tënd dhe erdha të takoj. Si je tani? Të them të drejtën, nuk kam pasur ndonjëherë dhimbje të tilla. Por Perëndia ka qenë me mua. A ti i dhem shumë kur të sheh në këtë gjendje? E di. Dhe ja kam dorëzuar Jezusit të gjithë jetën time. Jam penduar për mëkatet e mia dhe tani e di që fryma e shenjtë banon në mua. Ndaj mund t'i bindem atij. Shpresoj shumë që ti jetë kështu si thua ti. Sepse në të shkuarën ti ke folur për besimin me të njëjtën siguri si tani. Jo kështu. Tani unë i përkas Jezusit dhe Jezusi më përket mua. Si thua si kur të kthehesh sërish në qendrën e rehabilitimit pasi të dalësh nga spitali? Këtë herë do ta çosh programin deri në fund. Nuk mendoj se do të jetë e nevojshme. Nuk do të marr më drogë. Rodni, Perëndia i nxori izraelitët nga Egjipti brenda 3 ditëve, por u deshën 40 vjet në shkretëtir për të nxjerrë Egjiptin nga izraelitët. Para këtij aksidenti unë kisha informacione për Zotin. Por tani e njoh atë personalisht në gjithçka që bëj. Kur u largova nga spitali u përpoqja të jetoja me nënën, e cila më mjekonte plagët, por ajo nuk ishte besim te unë. Dhe kishte të drejtë. Kisha bërë dhe kisha thyer shumë premtime në të shkuarën. Unë kisha marrë një infeksion antibakterial të quajtur stafilokok. Dhe ai përfundova në spital edhe për 17 ditë të tjera. Gjatë kësaj kohe u luta që Perëndia të më drejtonte me të gjitha vendimet e mia, dhe ai më drejtoi sërish te qendra e krishtere e rehabilitimit. Këtë herë doja të qëndroja. Sa prej jush kanë qenë pjesë e programeve të rehabilitimit? Ashtu si që kisha menduar, shumë nga ju, drejtuesit e programeve ju thonë se jeni bërë të varur dhe duhet të rrëfeni këtë gjë derisa të vdisni. Duhet të thoni, unë jam i alkoolizuar, ose unë jam i varur ndaj drogës. Por Perëndia nuk e thot këtë. Te letra e 2 e Korintasve kapitulli 5, vargu 17, Bibla thot: prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetrat shkuan, ja, të gjitha u bën të reja. Kjo nuk do të thotë se nuk do të tundoheni sërish nga gjitha ato mëkate që nuk i rrëfeni në takimet në grup. Puna e djallit është që ty tundoj. Ndaj Bibla thot: kush bën mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Për këtë është shfaqur biri i Perëndis, për të shkatruar veprat e djallit. Edhe Jezusi tha: vjedhsi nuk vjen veç se për të vjedhur dhe për të vrarë, për të shkatruar. Unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Jezusi erdhi për t'ju bërë të lirë
Dhe nëse biri do t'ju bëjt e lirë, do të jeni me të vërtet e lirë. E vetmja gjë që duhet të rrëfeni është kjo. Jezus Krishti vdiq për mëkatet e mia dhe u ringjall së vdekuri për të më dhënë jetë të re, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Isha përkushtuar që ta përfundoja këtë program 13 javor në qendër. Dhe i humba shokët e dhomës një nga një, sepse ata kishin ardhur aty me urdhër nga gjykata. Dhe nuk donin të qëndronin pranë dikujt i cili kishte vendosur të ndiqte Jezusin. Vetëm njëri prej tyre bënte përjashtim dhe arrinte t'i gjente vargjet në Bibël sa hape mbyll syt. Vëlla Beri, si është e mundur që ti i gjen vargjet kaq shpejt? E po, dikur unë kam qenë pastori një kishe të madhe. Vërtet? Dhe ju dorëzove drogës? Jo, në fakt ju dorëzova lakmisë së mishit. Si i marr shkoja të lutesha vetëm me gratë në shtëpinë e tyre. Ah, e kuptova. Bibla jep shumë paralajmërime. Hiqni dorë nga çdo pamje e ligë. Jini të kthjellët, vigjiloni, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luam vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpij. Do të doja shumë ta dija Biblën kështu si ti. E po fjala e Perëndis është si një farë, Rodni, si një farë e pavdekshme. Ji zellshëm të dalësh përpara Perëndis i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që ndan drejt fjalën e së vërtetës. Dhe kjo fjalë do të rritet brenda teje, por nëse ti e studion me zell. Ato po bëj, vëlla Beri, ato po bëj. Gjithashtu duhet i bindesh fjalës. Perëndia thot, bindja është më e mirë se flijimi. Mua më pëlqen ti mësoj përmendësh vargjet. Madje më pëlqen edhe më shumë kur Perëndia më tregon kuptimin e tyre. Kur ti ndjek drejtimin e frymës së Perëndis, fjala e tij do të rrihet natyrshëm nga goja jote për të gjithë ata që do të dëgjojnë. Unë dua të shkruaj një libër për dështimet e mia dhe për mënyrën se si Perëndia më shpëtoi. Ai ka qenë aty gjatë gjithë kohës. E di. Ai thot, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Ndonjëherë ulesha për orë të tëra dhe studioja Biblën. Ndonjëherë studioja vargje me vëlla Berin. Në kohën kur përfundova programin në qendrën e krishterë të rehabilitimit, isha bërë i fortë në fjalë dhe në frym. Programin e përfundove, Rodni, por mos haro që tani fillon prova e vërtet. Po, vëlla Beri thot të njëjtën gjë. Vazhdo të vdesësh ndaj vetes. Dhe shmangju lakmive të mishit, përfshi këtu dëshirës për të marrë drogë. Amen. Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk është nga Ati, por është nga bota. Kjo është e vërteta. Fjala e Perëndis është shpata e frymës. Përdore shpesh dhe sigurohu të shkosh në një kishë lokale. E kam menduar këtë dhe kam vendosur të vi në kishën tënde, vëlla Billy. Do të vi në çdo shërbes. Kam vënë re që djemt që vinë vazhdimisht këtu nuk kanë shkuar në kishë dhe nuk kanë qëndruar në fjalë. Është e vërtetë. Rodni, me kë do të jetosh tani? Me ti mat. Edhe kjo është merit e Perëndis, vëlla Billy. Njerë kur trafikoja drogë dhe bëja shumë mungesa në punë, i tha shefit që i mat kishte vdekur, thjesht për të pasur një justifikim për mungesat e mia. Reatosi në shtëpinë tënde, Rodni. Nuk pas ke marrë shumë gjëra me vete, ha? Në të vërtetë Jezusi është gjithçka që kam, babi. Dhe këtë herë nuk e kam ndërmend të largohem prej tij. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Shpresoj ta mbash fjalën. Ai është besnik edhe kur ne nuk jemi. E vetmja gjë që mund të them është se dukesh shumë mirë. Kjo është merit e Zotit, babi. Sot i kam kërkuar të falur Timbiri që kam qenë një prind i dështuar për 15 vitet e fundit. E si e priti? Them se mirë. Në çdo takim që mblidheshim si familje, unë largohesha për të marrë drogë. Sa shumë që kam humbur. E po të shkuarën nuk e ndryshon dot. Këtë i thash edhe unë Timbiri dhe ai më fali. Rodni, ta dish që nuk dua drogë në shtëpi. Të jesh i sigurt për këtë, babi. E kam kaluar tashmë. Mirë, koha do ta tregoj. Kam shumë njerëz të cilëve duhet ju kërkoj të falur. Gjithashtu kam një listë të 50 shpirtrave të humbur për të cilët po lutem.
Njerëz që i kam lënduar ose që më kanë lënduar. Të thash, birë, nuk mund të ndryshosh të shkuarën. E di, por Perëndia mund të ndryshoj të ardhmen. Dhe kam vendosur të ndaj ungjillin me këta njerëz. Perëndia lejoi që të ndaja ungjillin me shumë shok që më parë kishin qenë të varur ndaj drogës. Disa prej tyre reaguan ashpër dhe disa dëgjuan. Disa prej tyre janë në burg, ndërsa të tjerë kanë vdekur nga mbidoza. Sidoqoftë të gjithë ata e pan ndryshimin e jetën time. Unë ndava dëshmin para kishës. Unë zgjodha të ndiqja rrugën e errësirës, drogën, alkoolin dhe kumarin. Kështu u humba shumë shok. Jezusi tha: "E gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në humbje, dhe shumë janë ata që hynë nëpër të. Sepse e ngushtë është dera dhe e shtrënguar është udha që çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë." U zhyta aq thellë në errësirë sa një natë i vendosa armën në kokë një shoku. E kërcënova se do ta vrisja sepse mendoja se më kishte vjedhur disa përbërës për të përgatitur metamfetamin. Droga të nxit që të bësh marrëzira. Dua t'ju them se Satani është aty për t'ju shkatëruar, ndërsa Jezusi erdhi për t'ju shpëtuar. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Nëna e djalit që thuaj se e vrava me arma të natë ishte pjesë e auditorit në kishë dhe ajo më kërkoi të bisedoja me djalin e saj. Pasi biseduam, ai shkoi në qendrën e krishterë të rehabilitimit. Fjala mori dhënë dhe filluan të më kërkonin që të gjendesha pranë miqve që ishin në prag të vdekjes dhe që kishin nevojë për lutje. Lutesha dhe me familjet e tyre. Disa shëroheshin, disa të tjerë nuk ja dilnin mban, por të gjithë e dëgjonin ungjillin. Ndonjëherë merrja në makinë njerëz të rastit dhe ju flisja për Jezusin. Njëherë mora një burr i cili ishte i qetë dhe gjithçka që zotëronte e kishte në një kovë 19 litërshe. Ai quhej Ryan. Jam nisur për në Florida që të gjej punë. Kërkoi Zotit të të ndihmoj, dhe ai do ta bëj. I kam kërkuar. Perëndia ka një plan për jetën tënde, Ryan. Ki besim tek ai. Dikur un kam qenë i varur ndaj drogës dhe alkoolit. Desha çdo ditë dhe luaja kumar si i çmendur. Një natë po përgatisja metamfetamin dhe gazrat morën flak. Por Perëndia e kurseu jetën time, dhe tani ju a tregoj të tjerëve atë që ai bëri për mua. E di, kur po prisja në rrugë po lutesha. Kërkova Perëndis të më tregoj se çfarë dëshiron nga unë. Ndaj ai bëri që unë të ndaloja dhe të merrja. Ju përgjigj lutjeve të tua. Ke uri? Po, kam pak. Atëherë po të marr diçka për të ngrënë ai stacioni i makinave përpara. I bleva Ryanit diçka për të ngrënë. I dhash një Bibël dhe të gjithë paratë e vogla që kisha. Më pas u kujtova për qendrën e krishterë të rehabilitimit ku jeta ime ishte transformuar. Kështu e çova atje. Mos më thua që Ryan i qëndroi atje. Po, atje qëndroi, por pasi mori lejen e vëlla Billit. Sa mirë. Babi, unë e vendosa kovën e tij me gjërat personale në pjesën e pasme të makinës. Dhe kur u nisëm përreth filluan të përhapeshin disa letra. Duhet të ndaloja dhe t'i mblidhja. Po çfarë ishin ato letra? Nuk e di, por ishin me numra dhe grafik. Mendoj se Ryan i merret me matematik. Në fakt ai u ul aty poshtë si një fëmijë i vogël, si një njeri me autizëm. I çuditshëm, ha? Paska qenë ndryshe nga ideali që morë në makinë dhe që donte para për të blerë më shumë drogë. Ryan ishte shumë i heshtur. Nuk kishte asgjë, babi. Kur them asgjë, asgjë. Sa keq. Do t'i blej një palë këpucë të reja dhe rroba. Mirë do të bësh. Ka kaluar një vit tashmë nga aksidenti me zjarrin dhe mendoj se Perëndia po më drejton për të shërbyer. Kjo gjë nuk më habit birë. Kur ishe i vogël ju tregoje histori nga Bibla fëmijëve të lagjës, por të duhet të shkosh në shkollë që të bësh pastor. Apo jo? Në fakt po lutem dhe mendoj që Perëndia dëshiron që të shkoj në një shkollë në mobile. Në rregull. Por je gjithmonë i mirëpritur që të jetosh këtu pasi të përfundosh shkollën. Megjithse nuk kisha fare para, me besim u regjistrova në një universitet në mobile. Paratë e regjistrimit mi dha nëna, por tarifën e shkollës ja kisha besuar Perëndis. Një javë më vonë mora ndihmë nga shteti dhe mësimi filloi. Ky është Perëndia ynë. Ai siguron për nevojat tona kur ne i besojmë atij. Atë nëntor kisha më emëroj pastor. Kështu fillova të ndaja dëshminë time dhe predikime në kishat të Alabamës, të Mississipit dhe në qendra shpëtimit të krishterë. Kaluan 2 vjet nga koha kur Zoti i dha jetë zemrës time. E shkrova librin që kisha dashur dhe ja jepja kujtdo që e pranonte. Një ditë më telefonoi një i panjohur.
Alo? Ti je ai që e ka shkruar librin në lidhje me metamfetaminën? Po, unë jam. Të telefonova sepse kam nevojë për ndihmë. Kam rënë shumë poshtë. Shumë poshtë. E kuptoj se për çfarë po flet. Mund të them që Jezusi është përgjigja. Mos fillo të më flasësh për besimin, armik. Unë po të them të vërtetën. Jezusi e shpëtoi jetën time. Ai më nxori nga i njëjti batak në të cilën ti ndodhesh tani. Ai jeton edhe të do. Ai do ta ndryshojë jetën tënde. Ashtu, e si do ta ndryshoj? Ti duhet vetëm ti besosh atij. Pendohu për mëkatet që ke bërë kundër Perëndis dhe kërkoj të të shpëtojë. Ti nuk e kupton, miku im. Unë jam deri në fyt me borxhe. Është sigurt që ata kanë për të më hequr qafe. Dëgjoj, Satani dëshiron që ti të vdesësh dhe të shkosh në ferr, por Jezusi vdiq për të dhënë jetë të përjetshme. Besoje atij. Duhet të hedhësh një hap besimi dhe ti besosh atij. Është e vetmja rrugë shpëtimi. Unë kam qenë gjithnjë një njeri luftarak. Nuk e di nëse tani mund të ndalem. Të ndjekësh Jezusin nuk do të thotë se je i dobët. Çdo ditë është një betejë dhe beteja i përket Zotit. Ai të jep fitoren kur ti i dorëzon atij jetën tënde. Nuk e di. Jam shumë i dëshpëruar. Por prap jam gati të provoj gjithçka. Madje edhe këtë. Në atë kohë isha në vitin e fundit të shkollës në Mobile. E kisha dhënë dëshminë time në radio dhe shërbesa ime për personat e varur ndaj metamfetaminës ishte mirë pritur nga media. Gjithashtu po drejtoja një shërbes për beqarët në kishën time, kur një vajzë erdhi për të marrë këshill nga unë. Gjykata më solli këtu. Për këshillim ndaj drogës? Po, për këshillim ndaj drogës. Më arrestuan dhe ishte e tmerrshme të shkojë në burg. E di, e kam provuar si është. Vërtet? Po. Kam qenë i varur ndaj drogës për më shumë se 20 vjet. Ndaj cilës drog? Ndaj çdo lloj droge që ekziston. I kam provuar të gjitha, po ashtu kam qenë shumë herë në prag të vdekjes. Unë kam 2 vajza të vogla dhe nuk dua të rriten të bëhen si unë. Ç'mosh kanë? Njëra është 2 dhe tjetra 3 vjeçe. Shumë të vogla. Sillin në kishë që të dëgjojnë të vërtetën. Jam përpjekur, por më pas ndihem e dëshpëruar edhe pa vlerë. Kështu droga më ndihmon. Jennifer, stuit na prekin të gjithëve këtu mbi tokë. Jeta nuk është e lehtë. Ndonjëherë edhe unë prek fundin. Ashtu? Sigurisht. Ti nuk mund të zësh bes ndjenjave të tua. Duhet i besosh vetëm premtimeve të sigurta të fjalës së Perëndis. Bibla thotë: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në mençurinë tënde. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua." Atëherë do të më japësh këshillim? Unë nuk jam këshilltar. Por mund të them këtë, ti duhet t'ia dorëzosh jetën tënde Zotit Jezus Krisht. Të dielën tjetër ajo ishte në shërbesën e beqarisë. Dhe nga ai çast filloi ta kërkonte Perëndin me zemër. Kam hequr dorë nga duhani. Sa mirë, lavdi Zotit. Është e vërtet. Sa herë që i kërkojmë Zotit të na ndihmojë, ai e bën. I drejti do të jetoj prej besimit. Dhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. Për 5 vjet isha lutur për një bashkëshorte të krishterë. Dhe ndërsa Perëndia po e ndryshonte Jenniferin, ne filluam të shoqëroheshim dhe të shërbenim së bashku. Rod, i njeh ti ata djemt që vdiqën? Vetëm njërin prej tyre. Ai ishte 20 vjeç. Nëna e tij është një mikesha ime. Është shumë e rrezikshme të përgatisësh metamfetaminë. E di, dhe mund të kisha qenë unë në vend të tij. Ka qenë e njëjta situatë. Vendi shpërtheu dhe djem dolën jashtë për të kërkuar ndihmë njësoj si unë, vetëse në këtë rast ata vdiqën. E po, Perëndia të shpëtoi ty për një arsye. Po, për t'ju treguar të tjerëve rrezikun e metamfetaminës, dhe këtë po bëj. Por do të doja që më shumë prej tyre të më dëgjonin. Është shumë prekse që nëna e tij të ka kërkuar që të mbash një fjalim në funeralin e tij. E vërtet, këtë herë do të tregohem guximtar. Të rinjt nuk duhet të vdesin në këtë mënyrë, pikërisht në lulet e jetës. Ne e dim që vendimet e gabuara kanë pasoja të rënda. Me qëra fjala, Gjeni, edhe ne duhet të tregojmë kujdes që t'i bëjmë gjërat ashtu si i pëlqejnë Perëndis. Ti e di që më pëlqen. Edhe ti më pëlqen, Rodi.
Dhe jam dakord me ty. Të dy kemi pasur një mënyrë jetese të paperëndishme në të shkuarën. Por jo më tani. Unë dua ta kënaq Perëndin me gjithçka që bëj. Në maj të vitit 2006 unë u diplomova. Në korrik më kërkuan që të drejtoja një kishë të vogël në Moss Point të Mississippit. Në fillim nuk isha shumë i gëzuar, por Perëndia më tregoi se ky ishte vendi ku ai më donte. Kisha mblidhe në një rimorkjo në një vend të madh 1 hektar, por disa vullnetar nga Wisconsin erdhën dhe e ringritën ndërtesën e shkatruar prej uraganit Katrina dhe na ndihmuan. Atë dhjetori kërkova Jenniferit të martohej me mua, duke i dhënë një tufë me trëndafila. Ajo pranoi dhe më telefonoi. Rodney, isha duke parë trëndafilat kur Perëndia i foli zemrës time. Ai tha se ndërsa ne të dy bënim një jetë të shturur dhe pa vlerë, ai poriste trëndafilat që ti do të më jepje mua. Ai e di fundin nga fillimi, Jennifer. Është një perëndi madhështor. Në mars të vitit 2007, ne i mbanim shërbesat në kishën tonë të re me rreth 100 njerëz. Flisja në radio dhe në disa shkolla të asaj zone. Në njërën prej këtyre shkollave, thuajse 30 student mu afruan për të ndarë problemet e tyre personale. Ky ishte kulmi i fitoreve të mia me Perëndin. Alo? Vëlla Billy, jam Rodney. Përshëndetje Rodney. Si je? Si po ecën kisha e re? Po rritet shumë shpejt. Çdo të diel ka njerëz që bëjnë lutjen e shpëtimit. Njëherë mora në makinë një djalë dhe e çova në qendrën e krishterë të rehabilitimit, sepse ishte i varur ndaj drogës. Sot kur predikova në qendër, 3 burra bën lutjen e shpëtimit. Njëri prej tyre ishte ai djali që kisha sjell. Jam krenar për mënyrën se si Zoti po të përdor Rodney. Por qëndroj për uluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e dur. Këshilla e tij vlejti. Ishte Perëndia ai që po korte fitore me anë të dëshmisë time. Në qershor vëlla Billy mbajti ceremoninë time dhe të Jenniferit në kishën e re. Tani ai ka shkuar në shtëpitë e Zotit. Jenniferi punon me një qendër këshillimi për pastërtinë seksuale. Ajo mëson abstinencën në shkolla dhe në grupe të rinj. Shpesh ne shërbejmë së bashku duke ju treguar të tjerëve hirin dhe dashurinë e Perëndisë. Cili do qoftë mëkati, Jezusi është e vetmja zgjidhje. Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dëgjues të dashur, dashuria dhe hiri i Perëndisë vlen edhe për ju. Nëse nuk e keni pranuar Zotin Jezus Krisht në jetën tuaj asnjëherë, atëherë pse të mos e bëni tani? Nëse dëshiron, mund të lutesh me mua tani. Atë qellor, unë jam mëkatar e i paftë që ta shpëtoj vetveten time. E besoj që Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall prej së vdekuri dhe jeton në përjetësi. Vetëm ai mund të më shpëtojë. Ja në zemrën dhe në jetën time dhe më shpëto o Zot. Të falenderoj për dhuratën e mrekullueshme të shpëtimit. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Nëse dëshironi të dini më shumë, juftoj të na shkruani në Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund të dërgoni email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 368. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Rodney Williams. Të lirë nga prangat, prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll për një gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.